Një person u qellua për vdekje me armë zjarri dhe një tjetër mbeti I plagosur në një nga zonat më të frekuentuara në Linz të Dajtit. Ngjarja ndodhi në ambientet e një restoranti rreth mesditës së të mërkurës. Nga të shtënat me pistolet mbeti I vdekur 30 vjeçari Anton Nika. Ndërkohë Ismet Gaxheri, pronari I restorantit, mbeti I plagosur pasi u qellua me thik. Gaxheri ka qenë së bashku me Nikën kur kanë filluar të debatojnë me një grup personash të tjerë, mes të cilëve gjendej dhe vrasësi. Burime pranë policisë thanë se ende nuk është përcaktuar motivi I ekzekutimit, nga të dhënat e deri tanishme dyshohet për një hakmarrje, pasi Anton Nika rezulton me një të kaluar të pasur kriminale. Edhe pse nuk përjashtohet pista e konfliktit të çastit, 30 vjeçari ka qenë I akuzuar për 2 vrasje të mbetura në tentativë dhe ende nuk dihet se si lëvizte I lirë pas një viti nga arrestimi I tij në shkurt të 2014-s në zonën e Oxhakut në Tiranë. Dëshmitarët thanë se konfrontimi nisi fillimisht brenda lokalit e përfundoi jashtë ambienteve në parking. Policia sekuestroi kamerat e sigurisë ku shihet se si vrasësi ende I pa identifikuar largohet me një automjet tip Benz me targa të huaja. Policia ka ngritur disa pika kontrolli në zona të ndryshme të Tiranës, kohë që vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.